Sot do ju tregoj një maskë që është shumë efektive kundër akneve. Na duan vetëm 2 përbërës të thjeshtë, patate dhe pak limon. Këtë maskë e kam provuar personalisht dikur kur kam pas akne. Dikush më tha që ta provoja këtë maskën dhe duhet ta bëja për 3 deri në 4 ditë rresht. Dhe ashtu veprova, e bëra deri në 4 ditë dhe aknet u zhdukën. Duhet ta vendosni vetëm aty ku keni akne, jo në gjithë fytyrën. Unë nuk kam akne, por këtë maskën do ta bëj për 3 ditë rresht dhe do ta vendos aty ku kam njolla kafe, duke qenë që të dy këta përbërës kanë fuqi zbardhuese. Gjatë minutave që do ta mbani këtë maskën, rrini shtrirë në mënyrë që mos të bjerë nga fytyra. Këtë maskë që përgatita do ta ruaj një kavanos qelçi me kapak në frigorifer dhe do ta përdor dhe ditën tjetër. Dërgoja shoqes që i duhet një maskë e tillë.